Pas rritjes së tarifës së siguracionit të makinave nga ana e kompanive të sigurimit, autoriteti i mbikëqyrjes financiare u ka kërkuar këtyre kompanive të ndalojnë shitjen e policave të sigurimit për mjetet motorike me çmimet e rritura një javë më parë. Edhe pse në një deklaratë të datës 25 gusht, AMF deklaron se nuk ka kompetencë të ndërhyjë në politikat e tarifimit të shoqërive të sigurimit. Në shkresën e një dite më parë të siguruar nga News 24, ky institucion thekson se primet në fuqi duhet të jenë ato që aplikoheshin deri në 23 gusht 2016. Një nga përfaqësuesit e kompanive të sigurimit, presidenti Eurosik Kadri Morina, pohon bërritjen e kësaj shkrese, e cila sipas tij nuk është censur, por kërkesë për argumentimin e vendimit nga ana e kompanive. Neve e respektojmë autoritetin mbikëqyrës financiar, pasi ai autoritet është një rregullator dhe mbikëqyrës i joni për të mbrojtur qytetarët, dhe në këto kushte neve nuk na censuron AMF-ja. AMF-ja na ka kërkuar vetëm për llogaritjen e këtij çmimi, të cilët ne ja kemi argumentuar në bazë të aktualistikës. Morina argumentoi se përse shoqëritë e sigurimit vendosën rritjen e tarifës së siguracionit të mjeteve motorike, ai shprehet se njerëzit duhet të paguajnë për sigurimin e mjetit, ashtu siç nuk hezitojnë të paguajnë për larjen apo parkimin e tij. Sipas Morinës, krahasuar me çdo shërbim tjetër, çmimet e të cilave janë shumë fishuar, policat e sigurimit kushtojnë shumë më pak. Mund të krahasoni sa ka qenë një bukë në 93-94, sa ka qenë një shtëpi në 93-94 dhe sa është sot. Unë po të jap një garanci që është mbi 30%. Kurse te industria e sigurimit ke dy fish, në një kohë ku merr përsipër një barë shumë të madhe, merr një risk përsipër që në një aksident të një makine me 3 pasagjerë, neve duhet paguajmë 600 milion lekë të vjetra. E për çfarë? Për 160.000 deri në 180.000 lekë që është kuota sigurimit, ku një qytetar sot pagun për të larë makinën nga 30 deri në 60.000 lekë të reja në vit. Pagun për të parkuar makinën nga 30 deri në 60.000 lekë të reja në vit. Presidenti Eurosik pohon se kompanitë e sigurimit marrin me vete një risk të lartë për kushtet kur aksidentet në Shqipëri janë rritur. Taksat që kompanitë paguajnë janë të shumta dhe niveli fitimit është tepër i ulët. Ai thotë se nuk bëhet fjalë për rritje çmimesh, por për përmirësim, që nesër kompanitë e sigurimit të mos ndodhen në situatë krize financiare.